Avokati i popullit reagoi mbas protestës së zhvilluar një ditë më parë në Tiranë nga Partia Demokratike, duke bërë me dije se ka monitoruar me kujdes tubimin dhe ndërhyrjen e policisë, me fokus respektimin e të drejtave të njeriut dhe lishmërinë e veprimeve të kryera. Gjatë verifikimeve në komisariatet e kryeqytetit dhe në spitalin e traumës, institucioni evidentoi 41 persona të shoqëruar, përfshirë 6 të mitur. Nga këta, 11 persona u arestuan, ndërsa të tjerë u liruan mbas kryerjes së procedurave përkatëse. Struktura shëndetësore raportuan 2 raste me dëmtime të rënda, duke përfshirë fraktura në kokë dhe fytyrë, ndërsa të lënduarit vazhdojnë trajtimin në spital. Avokati i popullit njoftoi se çdo rast i dyshuar për tejkalim kompetencash apo abuzim me pushtetin është regjistruar dhe se të gjitha gjetjet do të përfshihen në një raport të detajuar, i cili do të dorëzohet organeve përgjegjëse për vlerësim dhe veprim të mëtejshëm ligjor. Ndërkohë, policia e Tiranës publikoi një njoftim zyrtar, duke sqaruar se gjatë protestës janë arestuar 18 persona dhe janë proceduar penalisht 28 të tjerë. Sipas uniformave blu, disa protestues kundërshtuan efektivët dhe hodhën sende të forta drejt tyre dhe institucioneve, përfshirë edhe molotov, të gjetura në çantat e të ndaluarve. Mes të arrestuarve janë 3 të mitur, ndërsa po procedohet penalisht edhe deputeti Klevis Balliu, i akuzuar për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të palishme. Ngjarja nxjerr në pa tensionet e vazhdueshme politike në kryeqytet dhe sfidën e autoriteteve për të balancuar sigurinë me respektimin e të drejtave të qytetarëve.